Tyne për këto 10 vit, për 10 vite, menimi im personal është, sepse për 10 vite ti bësh të ekipe që luajnë 4 ekipe në Evropë, të futesh në Conference League, siç ishte Ballkani 2 herë, tash drita. Nuk janë rastisht këto gjëra. E vetmja gjë që thanë që na mungon shumë infrastruktura, ku unë mendoj që politika duhet t'i kthej pak kryt ka këto stadiumet, sepse edhe kjo vlera e futbollistëve që si tha treneri, sepse është Boy Scouti ku i shikojnë, sepse nuk vinë çdo javë mi po futbollist, menaxherët edhe klubet. Në momentin që e shef duke lu Ballkani me një ekip tjetër, ose Ferizaj, ose Gjilani, nuk shef asgjë. Kur bjen dielli, nuk shef asgjë, as topi nuk e shef. Ajo është tmerr. Ajo është tani i parë sa i përket punës të promovimit Ligës Kosovës. Kurse tjetra është sepse këto fusha janë mizerje. Jo, kjo është për karrierët futbollistëve, kjo është tani më i keq që po i ndodh futbollit Kosovës. I volëm fushat me bore sintetik. Po, tash na mundu me bëni duhet na po kush është për atë punë, ta bëni një numërim të futbollistëve se sa futbollistë janë vra për shkak të shumica e futbollistëve që kam kontaktuar se po du më ndërlidh me çfarë që po thu, kam probleme me pjesën e aduktorit, shoku i më të konfirmuar trajneri, besoj që ka edhe në lab probleme të tilla, ke shkaku i fushave sintetike, të cilat po ndikojnë që me pas probleme. Ajo është diskut përveç gjojve, kemi edhe beken këto që i dinë edhe më mirë se ne, përveç gjojve edhe nyjeve që janë, aduktorve, është puna që edhe në qoftë se i ki gjitha stërvitesh ato, edhe ato të stërvitjes, pastaj lunë në normale, edhe aty është një problem se ti e ndryshon është që pasojat nuk vinë me njëherë, do të me kuptu. Për shembull mastrika të vitjeve vinë pasojat, se na menojnë adin piluj që dy loj jo mirë të koka. Pasojat vinë me, për shembull që lopi, lunë bori normal, është i detyrueshëm, dy loj lunë mrena, tani shkon sintetike nuk o letë në kontrollu të shumë është problem, po është problem i madh edhe për dëmtime. Njerëz po investojnë, ato ju i folet gjithë për ata që kanë investuar, ata na duhet t'ju përulemi gjithmonë, nësë duhet me harru asnjëherë, edhe në qoftë se nuk janë duhet familjen e tyre. Puna tash si shta dhe treneri që është shumë më lehtë sepse diçka mund të marrësh. E ki edhe këtë ligjin e sponsorizimit, se pej fjalëve që unë e di, Beka është ai kryesori i cili e ka bërë dhe unë e përshëndes, sepse neve sporteve na ka ndihmu mas shumti. Qa me thonë tjetër, unë mendoj që ka shku shumë shpejt, na jena shqiptarë dhe kërkojmë me njëherë. Sot e bojmë ekipi nesër, na duhet me dollë kampion, në nuk presëm heq, kështu që mendoj që kena arrit jashtëzakonisht shumë, sepse futbolli nuk është me sot e bën ka shumë gjona që duhet mu lidhë që ti të kesh suksese ndër vite. Vetëm pjesa është dashur është për një periudhë kohore 27 vjeçare. 27 vjeçare jena